Mirëmëngjesi Fetije, sa po e pam ngritjen e flamurit tek Këshilli Kombëtar Shqiptar në Preshev, më trego pra ti veç pas ke hyp aty në balkonin po mduket e Këshillit Kombëtar Shqiptar, mua aty ku ngrit ky flamur që duket prapa teje. Çfarë dite është në Preshev? Po, përshëndetje Keka, përshëndetje për juve dhe gjithë ata që po na ndjekin pra drejt për drejt. Po shfrytëzoj rastin edhe unë të uroj festën e 28 nëntorit nga Lugina e Preshevës, më konkretisht po lajmërohemi nga komuna Bujanocit, ku në objektin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, siç edhe thate, pra është vendosur flamuri kuqeze nga kryetari i Këshillit Enkali Rexhepi. Ai nuk arriti pra të kemi një intervistë drejt për drejt, për shkak që kishte agjendën për të takuar me ambasadorin e Shqipërisë këtu në Serbi dhe pasaj për të vazhduar me aktivitetet e tjera. Është frym feste në komunën e Preshevës dhe Bujanocit, pavarësisht që jemi në 3 komunat ku pra shqiptarët janë në Serbi, këtu nuk po mungon të valvitet flamuri kuqeze nga krerët e institucioneve pra lokale. Hamiti mundet me u tregu pamje, qyteti nuk është se ka shumë qytetar pra ku është lëvizja, duket se ka ndikim pak edhe mote me shi, por së shpejti pritet pra të dalin në organizime si në Shtëpinë e Kulturës në komunën e Preshevës, ashtu edhe në komunën e Bujanocit dhe në shkolla fillore dhe të mesme, ku do të vizitohen nga kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Enkali Rexhepi, nga kryetarja e komunës Ardita Sinani dhe sigurisht edhe nga kryetari i komunës Bujanocit Arber Pajaziti, pra ku do të marrin pjesë, ku do të takohen me qytetar, ku do të takohen me nxënësit që pra mësojnë gjuhën shqipe në 3 komunat që jetojnë në Serbi, Preshev, Bujanoc dhe Medveq, pra janë këto. Po vazhdojmë bashkë me Hamitin, operatorin që jemi sot duke i përcjell këto pamje në Preshev, në komunën e Preshevës, atje pritet pas pak ta vendos flamurin edhe kryetarja e kësaj komune, pra Ardita Sinani, flamurin kuqeze, po shkojmë ta përcjellim edhe vendosjen e flamurit në komunën e Preshevës dhe pastaj do t'ju mbajmë të informuar se cili do t'jetë organizimi i radhës në Luginë të Preshevës. Keka, a keni ndonjë pyetje nga studio për Luginën?